Si gjeni sot? Rreth parë, duhet falenderoj nga zemra familjen time, Zotin lart në qiell, skuadrën time të mrekullueshme dhe fundit bëjon nga rëndësia publikun madhështor shqiptar që nga përcjell nga fillimi i karrierës time deri në sot. Është një ndjenjë e jashtëzakonshme, jem i pari shqiptar që përfaqëson këtë ngjyra kaq të bukura për një titull bote. Në një intervistë para disa ditësh me një anglis, median anglezi u thotë që Albanians are fighters. Shqiptarët luftojnë. Sa do të vazhdojë kjo luftë për ju? Shqiptarët e kanë në ADN-n e tyre luftën. Janë që nga inspiruesi i gjithë shqiptarëve nga Gjergj Kastrioti, Skënderbeu, që i bëri ballë gjithë atyre ushtrisë osmane e tjerë. Studa zgjas, po ky është vetëm një motivim për mua që të vazhdoj sa më lart edhe sky is the limit, so qielli është limiti, nuk kam limit.